na çrregullimet e gjumit në shumicën e rasteve i lidhi me stresin edhe i lidhi me shëndetin mendor. Por apnea e gjumit është diçka që vjen nga brenda, edhe thash që ndahet në disa kategori që do doja shumë t'i ndaje me neve. Për dallim për asaj e pagjumësisë të zakonshme që e njohim. Karakteri psikologjik që përmendet ti, insomnia, që mund t'i vjetë si pasojë e problemet ndryshme, ilaçeve e kështu me radhë, kjo nuk ka lidhje me pagjumësi. Kjo është një problem që vetë personin shumicë raste nuk e din që e ka. Do të thënë, ai e merr gjumin gjatë gjithë kohës, flen herët, po gjatë natës asnjëherë nuk bën gjumë kualitativ, sepse ka të fragmentuar gjumin. Gjumi asnjëherë nuk hyn atë fazën e gjumit kur organet tona pushojnë. Edhe ky gjatë momentin kur hyn në gjumë, vjen deri në çrregullim e muskujve të frymarrjes, rrugëve të sipërme